Prandaj të rralla janë vend banimet tona që të mos ketë të pakte një vakf ose një hajrat. Në vetë bandimet urbane numri i tyre është edhe më i madh. Andaj edhe sot shumë të banime mbajnë ende emra vakfesh, dëshmie trashëgimisë, vakuflënësve të dikurshëm. Megjithatë, numri i vakfeve të mbetura sot është vetëm një pjesë shumë e vogël e atyre që ekzistonin dikur, sepse një pjesë e konsiderueshme e tyre është shkatërruar përgjithmonë si pasojë e faktorëve natyror dhe njerëzor, dhe sidomos në shekullin e kaluar, ku shumë vakfe u shkatëruan, u konfiskuan, u kolonizuan, u nacionalizuan, ose ju ndryshua desensacioni nga ish sistemi okupues komunist ateist në vendin tonë. Duhet të theksojmë se nuk ekziston asnjë institucion fetar që të ketë pasur kaq shumë goditje dhe shkatrime sa vakfi. Kjo ka ndodhur për shkak të sistemeve politike dhe qëndrimeve të tyre ndaj fesë në përgjithësi dhe ndaj islamit në veçanti. Vetëm gjatë luftës fundit në Kosovë, në 1998-99, u shkatruan, u dëgjën ose dëmtuan 218 xhami, mbi 40% e xhamive ekzistuese në atë kohë në Kosovë. Pa përmendur këtu edhe shkatërimin e trashëgimisë tjetër islame me vlera të çmuara historike dhe kulturore, biblioteka, arkiva, dorëshkrime e tjerë.